E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi, pak më video jo profesionale, por doja të komentoj një ngjarje që ndodhi ditën e sotme në shtëpinë e Big Brotherit. Ka patur një zënkë të madhe mes Rogertit edhe Mateos për një dinamik që u bë në shtëpi. Dhe me thënë Artani i tha Brikenës që ti shitesh lirë. Tani ti thuash një vajzës, shitesh lirë, mendoj që është një ofendim më i madh që ti mund t'ja bësh një njeriu aty brenda, sepse asocion në gjë tjetër. Dhe me të drejtë Mateo, i cili e don, e ndjen, ka krijuar ndjesi për të, e mbrojti siç mbrohet e dashura, por Rogerti u mundua që të përfiton nga kjo ngjarje, sepse non stop ja vënë dukje Mateos që Brikena nuk të do, Brikena nuk të mbështet, Brikena nuk të pranon puthjen tënde. Unë mendoj që puthja edhe afrimiteti tek një çift ndodhen në momentin kur ato të dy e ndjejnë. Domethënë gjërat nuk mund të ndodhin me imponim në asnjë mënyrë, nuk mund të ndodhin vetëm për hatër të lojës, Brikena këtë gjë nuk e bën. Por ti thuash një vajzës në një format si Big Brother, ti shitesh lirë, atëherë domethënë ti ke ofenduar Mateon, por ke ofenduar edhe atë. Unë mendoj që Brikena në asnjë mënyrë nuk shitet lirë te Mateo, por përkundrazi është duke mbajtur një qëndrim edhe pse Mateo në këtë rast nuk e meriton, sepse Mateo ka dhënë maksimumin e tij për të qenë në fakt i vlerësuar nga Brikena, ka dhënë kohën, ka dhënë momentet, por Brikena nuk e bën këtë gjë sepse nuk e ndjen. Si mendoni ju, ishte e tepruar nga ana Artanit kjo gjë?